Deputetja e Partisë Demokratike të Kosovës, Vlora Çitaku, ka drejtuar kritika të ashpra ndaj kryeministrit në detyrë Albin Kurti, duke akuzuar se ka shkatruar raportet me aleatin më të rëndësishëm të Kosovës, Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Në një konferencë për media, Çitaku komentoi deklaratat e ish ambasadorit amerikan në Serbi, Christopher Hill, i cili në një intervistë për Radio Europa Lirë u shpreh se Ballkani nuk është më prioritet ditor për Shtetet e Bashkuara dhe se zgjedhjet për problemet e rajonit duhet të vijnë nga brenda vetë rajonit. Për Çitakun, krishëndrimi i diplomatit amerikan është tregues se Kosova nuk po arrin të ndërtojë më besim dhe respekt në Washington për shkak të sjelljes së udhëheqjes aktuale. Jo vetëm në këto 4 vjet, por në vazhdimsi, natyra e raportit mes Kosovës dhe Washingtonit nuk është diktuar nga personi që ka qenë në shtëpinë e bardhë, por nga personat që kanë udhëhequr Kosovën, deklaroi Çitaku. Ajo shtoi se qasja e Albin Kurtit ndaj SBA-s ka qenë e gabuar dhe e dëmshme, duke theksuar se përplasjet me administratën Trump nuk përbëjnë problemin e vetëm. Fatkeqësisht, Kurti ka djegur çdo urë bashkëpunimi me Washingtonin zyrtar, jo vetëm me administratën Trump. Është me këtë administratë aktuale, raportet janë ftohur në mënyrë alarmante, u shpreh ajo. Në vlerësimin e saj, Çitaku tha se Kosova ka nevojë për një qeveri të re, e cila është e aftë të krijojë miq dhe të ndërtojë besim në arenën ndërkombëtare, duke mos u parë si pengesë, por si bashkëpunëtore. Kosova ka nevojë për një qeveri të përgjegjshme që di të krijojë miq dhe që në shtëpinë e bardhë dhe në Bruksel të imponohet dhe të trajtohet jo si problem, por si partner, tha deputetja PDK-s. Ajo e konsideroi të papranueshme që sot, pas më shumë se 2 dekadash pavarësi, Kosova të ndodhet në një pozicion kaq të dobët diplomatik dhe pa një përkraje të qartë nga vendet mike që kanë ndihmuar në themelimin e shtetit. Deklarata e ish ambasadorit amerikan Christopher Hill, sipas Çitakut, duhet të merret si një sinjal i fortë paralajmërimi. Ajo theksoi se kur SBA-ja aftohet nga një rajon, aty lindjen rreziqe dhe vakume që mund të shfrytëzohen nga forca antidemokratike. Është alarmante kur një diplomat me përvojë si Christopher Hill thotë se SBA nuk do të jetë më ndërmjetës aktiv në rajon. Kjo nuk duhet të na lërë indiferent, u shpreh Çitaku, duke bërë thirrje për një kthes të madhe në politikën e jashtme të Kosovës. Ajo shtoi se mungesa e koordinimit me partnerët ndërkombëtar ka sjellë edhe pasoja konkrete në procese kyçe, përfshirë ngecjen në dialogun me Serbinë dhe izolimin ndërkombëtar të Kosovës në shumë fusha, përfshirë edhe integrimin euroatlantik. Çitaku nuk kurseu kritikat për qasjen e kryeministrit në detyrë edhe në fushat e tjera të brendshme, duke akuzuar për arrogancë dhe mungesë të strategjisë në qeverisje. Ajo theksoi se vendi ka hyrë në një fazë stagnimi, ku edhe marrëdhëniet me aleatët kryesorë janë dëmtuar për shkak të retorikës përballëse dhe mungesës së profesionalizmit diplomatik. Sot Kosova është më izoluar se kurrë, nuk kemi liberalizim vizash të plot, nuk kemi antarësim në organet ndërkombëtare dhe më keq akoma kemi përçarje me vendet që e ndërtuar në këtë shtet me gjak e mund, tha ajo. Në fund, deputetja e PDK-s kërkoi që qytetarët të reflektojnë mbi këto zhvillime dhe të kërkojnë përgjegjësi nga qeveria. Ajo la të kuptohet se zgjedhjet e reja janë të domosdoshme në mënyrë që vendi të marrë një drejtim të ri dhe të rikthejë besimin e humbur në sy të aleatëve. Kosova meriton më shumë. Meriton një qeveri që e ngrit, jo që e izolon, përfundoi Çitaku. Ky reagim i Çitakut pritet të nxjisë debat të ri në skenën politike kosovare, sidomos në një kohë kur marrëdhëniet ndërkombëtare të vendit janë në fokus dhe përballja e brendshme politike po shkon drejt një faze të re përballjeje.